E dini se avokado është frut dhe përshkruhet si kokër frutore vajore? Kjo pemë, e njohur si pema e jetës, është aleati ynë në forcimin e imunitetit. Gjatë pandemisë, konsumimi i avokados është rritur ndjeshëm në Evropë. Këtë vit, Evropa konsumoi 700.000 ton avokado, 100.000 ton më shumë se në 2019. Njerëzit kërkojnë receta me avokado për të mbrojtur shëndetin e tyre. Nëse doni ta përshpejtoni, lëreni me një banane. Për një gjysmë avokado, lyeni me vaj ulliri ose lëng limoni për të parandaluar nxirjen. Mos u shqetësoni, nxirja nuk do të thotë që avokado është e pangrënshme. Trupi ynë ka nevojë për 22 aminoacide për të mbijetuar. Avokado përmban 18 nga këto aminoacide thelbësore. Kështu, ky frut është një mënyrë e shkëlqyer për të fuqizuar imunitetin. Tani më shumë se kurrë, kemi nevojë për imunitet të fortë. Një gjysmë avokado ofron 19 mg glutathione, një antioksidant i fuqishëm.